Të dashur bashkëdhëtar, Kosova sot ndodhet një moment vendimtar. Po përballet me një blokadë institucionale, por zgjedhja është në dorët e tona. Pjesëmarrja në zgjedhjet e 28 vetorit dhe vota e lirë janë rruga e vetme për të kaluar këtë blokadë dhe për të ecur përpara. Kjo është një thirrje për përgjegjësi kombëtare. Në vend që të përqahemi me njëri tjetrin, duhet të punojmë së bashku për synimet madhore të Kosovës. Votoni për ekonomi të fortë dhe zhvillim. Votoni për mbrojtjen e Kosovës. Votoni për antarësimin e Kosovës në NATO. Votoni për forcimin e marrëdhënies strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mikin ton më të madh. Duhet t'i tregojmë Amerikës dhe botës se jena të zot ta udhëhecim vendin ton, se dim të marrim vendime dhe se jemi shtet i pjekur demokratik. Prandaj, me 28 vetor, dilni dhe votoni me përgjegjësi dhe dashuri për Kosovën. Zoti e bekoft Kosovën dhe gjithë popullin shqiptar.